Na që 17 vite jena duke punuar ditë e natë për gjitha palët e dëmtuara në cilësinë e viktimave të luftës, me një zë vetmin kundër qeverisë të Republikës Serbisë për kompenzim dëmi. Sot është e 13 herë që i dorëzojna dosjet mu këtu. Madje, gjykata të rregullta dhe Supremja nuk janë duke i zbatue ligjin përkatës për çka janë thirrur edhe janë kompetent. Ligjin mbi procedurën kontestimore. Është në 28 alinea 2. Gjykatat mu aty thirrën. Aty apostrofohet se lëndet me element ndërkombëtar do të me pas marrëveshje paraprake për mirëqyrtu. Po i njëjtin en 28 alinea 3 thotë edhe pa pas fare marrëveshje juridike, gjykatat tona janë të obliguar me shqyrtu. Gjatë këtyre 12 viteve 15 kaluara përgjigja on kërkesa sikur të papranueshme. Gjykata kushtetuese kjo pra pa neve nuk është duke shqyrtu kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë të vendimit Gjykatës Supreme. Përndryshe do ta gjej se gjykatat e rregullta kanë bën shkelje. Po gjykata kushtetuese është duke shkel kushtetutën. Është në 53 pa diçka definon ai. Jo që ka drejt, po gjykata tona edhe kjo gjykata kushtetuese jo që kanë drejt, po kanë obligim që aktet e veta të harmonizojnë me vendimet e gjykatës evropiane për liri drejtat njerëzit në Strasburg. Sasia e dosjeve kështu. Na i kena mbi 1000 dosje, mbi 110 dosje që ndërzuan gjykatën kushtetuese të Kosovës. Përgjigja është e njëjtë. Këta e dinë që Kosova nuk është në Këshillin e Evropës. Thëmë, fatkeqësisht, shumë afër kena qenë vitin e kaluar, mua antarësu, po nash zdeshtëm me rëqësh dush, kryesore nuk ka interesum atje, edhe nuk po kena drejt mi përcjell në Strasburg, ndaj ato po nalen këtu, po qatë kontekst. Domet të mëdhoja kanë qenë, kemë post lokalin, ne kanë shkatru, shtëpiat ne kanë shkatru, trakturat ne kanë morë, tana aty që kemë post ne kanë shkatru.